Donald Trump është një turp për politikanët amerikanë. Për shumë vite, prezidentët e Shteteve të Bashkuara ishin njerëz që kishin mbajtur më parë pozicione të ndryshme qeveritare. Biden, Clinton, Obama, Bush, Reagan, këta individ fillimisht avancuan në përshkallët e karrierës duke marrë gradualisht pozicione më të rëndësishme të zgjedhura dhe pastaj u bën president. Donald Trump nuk ishte as guvernator, as kryetar bashke, as senator. Ai nuk mbajti asnjë post qeveritar ose të zgjedhur, por ai u bë menjëherë president. Sepse politikanët amerikanë, të cilët kanë kaluar gjithë jetën e tyre në poste qeveritare, nuk janë në gjendje të përballojnë krizën e Amerikës. Askush nuk mund ta përballojë atë, as republikanët, as demokratët. Dhe pastaj populli amerikan bëri një biznesmen, jo një politikan, presidentin e tyre, duke shpresuar se ai do ta rregullojë situatën. Prandaj Trump është një turp për të gjithë politikanët amerikanë, republikanët dhe demokratët, të gjithë. Por edhe vetë Trump nuk mund të përballojë krizën.